sot jam këtu bashkë me deputetën Vlerta Deliu për të prezantuar çështjen edhe punën e Partisë Demokratike të Kosovës rreth buxhetit dhe trajtimin e prezantimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës, duke patur parasysh kërkesat, duke patur parasysh nevojat, duke patur parasysh sfidat dhe mundësitë. Partia Demokratike e Kosovës përmes deputetëve të saj i ka përgatitur gjithsej 32 amandamente që i ka propozuar në Komisionin për Buxhet. Ato amandamente nuk është që kanë gjetur mbështetje. Ne edhe në seancën paraprake i kemi identifikuar, i kemi prezantuar dhe kemi ngrit zonën për defektet profesionale, ligjore, mirë po edhe në kuptim të nevojave që janë ndaj vendit, që i ka projekt buxheti, pra po flasim për ligjin kryesor të vendit, i kemi tematizuar, kemi kërkuar që të reflektohet, kemi kërkuar kohë shtesë dhe njëjtën kohë i kemi dhënë alternativat tona se ku duhet ndërhyet në mënyrë që të prezantoj dhe të reflektoj nevojat e vendit, po edhe të reflektoj përbërjen e qeverisë. Ata e kanë pranuar edhe kryeministri, edhe ministri i financave që ky buxhet ka mangësi ligjore, ka defekte dhe janë zotuar se do ta bëjmë në rishikim, pra një çështje që mbetet me u po pavarësisht kësaj ne kemi vazhduar me pas konsistencën që me dhënë mbështetjen edhe me pas çështjen tonë profesionale që me kon buxhet që i prezanton dhe i reflekton nevojat e qytetarëve të Kosovës dhe i kemi propozuar këto amandamente që janë shumë të rëndësishme për institucionet, për organizatat, për qytetarët, për sektorin publik, për sektorin privat dhe për gjitha pjesët e sektorëve të jetës në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, ne përmes një amandamenti kemi kërkuar rritjen modeste për procesin gjyqësor që është duke u zhvilluar në Hagë, që është edhe ligjërisht, edhe obligim kushtetues, nuk është që e kemi gjetur mbështetjen dhe vullnetin politik dhe si tillë edhe ky amandament nuk ka kaluar, duke patur parasysh se është krejtësisht në fazën finale, është vlerësuar se është shumë e nevojshme që të ketë mbështetje më të theksuar institucionale ndaj shërbëtorëve që janë duke ballafaqur në një proces në Hagë i padrejtësisht, po me fakta çka do duhet bënte vendi, çka do duheshin të bënin institucionet, është që ta rrisnin mbështetjen e theksuar në mënyrë që procesi të jetë më i lehtë për ta dhe kosto që është shumë e lartë të mundet të ballafaqohet e të jetë më e lehtë për ta. Tash pja kaloj fjalën deputetës që më i prezantu më specifikisht edhe amandamentet. Faleminderit shumë të nderuar përfaqësues të mediave, ashtu siç edhe e tha shefi i grupit parlamentar zoti Tahiri, Partia Demokratike e Kosovës me amandamentet e saj, me 32 amandamente të cilat i ka propozuar, duke bërë përpjekje të bëj këtë buxhet sa më të plotë, sa më gjithëpërfshirës dhe sa më të qasshëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, pra nuk ka gjetur mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje, janë kryesisht amandamente të cilat janë propozuar e që kanë të bëjnë me paga më të mira, siguri më të madhe, investime konkrete në shëndetësi, në arsim, në bujqësi, investime infrastrukturore, si dhe përforcimin e institucioneve të pavarura. Gjatë punës në komision kemi propozuar dhe amandamente që kanë të bëjnë me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për pagat në sektorin publik. Janë po ashtu amandamente cilat kanë prekur drejt për drejt çështjen e ndjeshme të sigurimeve shëndetësore dhe jetësore për pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës, policisë së Kosovës, të AKI-s dhe për zjarfeksit. Po ashtu siç edhe e tha zoti Tahiri, kemi pas amandament që kërkon rritjen e fondeve për mbështetjet në mbrojtjen juridike në proceset gjyqësore në Hagë, që luftarët tanë të lirisë të sigurohen që të kenë një mbrojtje dinjitoze, përfshirë këto dhe mbrojtje më të mirë për Sali Mustafën e Pjetër Shalën në shkallën e dytë. Pra, gjitha amandamentet cilat Partia Demokratike e Kosovës i ka prezentuar kanë të bëjnë me kujdes e shërbim më të mirë për qytetarët e Republikës Kosovës. Disa amandamente tjera cilat janë propozuar nga deputetet janë po ashtu për shpejtimin ndërtimit spitalit në Ferizaj, për qendrën e kujdesit paliativ dhe për qendrën rezidenciale për fëmijët me nevoja të veçanta, pra ne nuk kemi arritur që për këto amandamente të rëndësishme të marrim mbështetjen e partisë e cila udhëheq me vendin dhe si i tillë ky buxhet do të jetë i mangët, do të jetë buxhet që nuk përfaqëson barazin dhe natyrisht ka probleme përmbajtësore, strukturore dhe si i tillë nuk do të ketë votën e Partisë Demokratike të Kosovës.
me gjithë respektin për ty, për gjithë juve, ju kisha kërku që gjitha çështjet që e vlerësoni me ngritë sot, këtë moment, me konë pjesë e temës për cilën na po flosëm. Kuptoj edhe e di rëndësinë e kësaj çështje që jeni duke ngritë. Partia Demokratike e Kosovës ka dolë edhe me qëndrimet e saj, kam qenë edhe në plomë në emision, kena me pos konferencë ose emision edhe për këtë pjesë, po sot, këtë moment kisha lutur nëse keni diçka rreth kësaj çështje, rreth kësaj teme, unë edhe deputetja jemi të gatshëm me dhonë sqarime ose përgjigje, po jo jashtë saj. Faleminderit shumë për problem. Na tash po shkojnë ansonës buxhetit, e prezantuam edhe dham çështjen edhe qëndrimin tonë rreth buxhetit, i prezantuam edhe punën që e kanë bërë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës me propozim amandamentet, i sqaruam se janë shumë të nevojshme, shumë të arsyeshme, shumë domethënëse për shoqërinë tonë dhe për vendin tonë. Treguam që buxheti nuk është një dokument që ka onën profesionale edhe ka mangësi edhe në tema tjera dhe gjithashtu nuk reflekton ato çka e përmbon qeveria, ato çka ka thonë fushat Zotri Kurti dhe ato çka ka nevojë qytetarët e Republikës Kosovës. Pas ta përfundojmë këtë temë, ne do të dolëm, do të organizojmë konferenca të tjera për tema të tjera dhe sigurisht që do të japim qëndrimet e tyre. Faleminderit shumë për mirëkuptimin, punë të marrë suksese. Faleminderit.